Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar qeverinë shqiptare si një rrezik për sigurinë e vendeve të Europës gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partive Popullore Europiane në Strasburg. Në një video të publikuar në faqen e tij zyrtare në Facebook, Berisha deklaroi se trafiku i drogës nga Shqipëria në vendet e tjera të Europës e ka kthyer vendin tonë në një qendër të madhe të pastrimit parave. Paraqita para audiencës rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti shqiptar me krye Edi Ramën, apo si quhet tashmë rëndom Ramadura apo Noriega i Europës, për siguri e vendeve të rajonit dhe vendeve të Europës. Në fjalën time, paraqita dominimin e tregut të drogës në Europë, marijuanës, kokainës, heroinës, nga kartelet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën, të komanduara direkt prej tij, i cili ka shtruar Shqipërinë në një parajs të larjes parave të tyre në qindra kulla, ndërtesa, resorte turistike. Para përfaqësuesve të Partive Popullore Europiane, Berisha ka theksuar se korrupsioni është një problem madhor në Shqipëri. Tek rreziku i madh që përfaqëson Shqipëria u ndala tek akshi, kopshti familjar i Edi Ramës, në të cilin koordinatori kryesor i karteleve të drogës me anëtarët e familjes Ramës kanë plaçkitur qindra milionë euro, por mbi të gjitha Ergy Sagasi ka eksportuar të gjitha të dhanat e internetit që ekzistojnë në Shqipëri tek klanet kriminale dhe armiqtë e NATO-s. Kryedemokrati nuk ka pa përmendur edhe çështjet sociale dhe barazinë gjinore, duke akuzuar qeverinë se po shkatron vlerat e familjes. Në kopshtin e rrëzuar të këtij të fundit, ku fëmijëve në kopsht dhe në shkolla fillore u jepën tekste dhe figurina, gjëra, objekte mësimore për t'i manipuluar në drejtim të ndryshimit të gjinisë. Deklaratat e Berishës pasojnë paralajmërimet e Partisë Demokratike se çdo denoncim ndaj qeverisë Rama do dërgohet edhe tek faktorët ndërkombëtar, duke treguar angazhimin e opozitës për të përfshirë komunitetin ndërkombëtar në monitorimin e situatës politike dhe sociale në Shqipëri.